U deklaruan të pafajshëm ginekologu dhe mamia që akuzohen se foshnjën e Pajet e fotën në lavatriqen e Spitalit Rajonal të Pejës në dhjetor të 2022-s. E thanë këtë gjatë seancës në gjykatën themelore në Pejë, ku paraprakisht kërkuan të mbrohet identiteti. I pafajshëm. Dhe unë absolut nuk deklaruam e pafajshëm. Para deklarimit mbi fajsin, prokurori Argzon Hasi u ka lexuar aktakuzën. Andej si specialisti që për ginekolog, shefi i ekipit të kujdestarisë në datën 13/12/2022, duke vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 94 paragrafi 4, duke mos u përmbajtur parime etike dhe profesionale në atë mënyrë, nuk kujdeset për frytin e lindur të vdekur me operacion nga pacienta me iniciale MZ të vendosur në dhomë ku janë frigoriferet të cilët përdoren për vendosjen e placentave, por duke mos u shtruar mbikëqyrje të nevojshme tek stafi. Sipas prokurorit, frytin që lindi i vdekur mamia e ka mbështjell me qarqaf e më pas është hedhur në shportën ku barten qarqafët e papastër. Autorizim fetusit frytin e vdekur e fshet duke vendosur në hapësira të papërshtatshme të repartit i frigorifer, të mbështjell me qarqaf të bardhë, ku shndron nga ora 19:15 deri në orën 7:00 të datës 4/12/2022, i cili me pas pa dijeni është marrë nga punëtor teknik, i cili fetusin e mbështjell e ka hedhur në shportën e të cilin i barë qarqafët e papastërta për t'i dërguar në lavandëri. E Isa Avdia, gjyshi i foshnjës së lindur të vdekur, tha se spitali synoi ta fshehë rastin. I kom prit një orë kusorin ardh, ku foshnja ku foma ka mbet në tavolinë kese, s'u marrë kërkush me to. Një orë e gjys. Ku i na policia, kanë thonë mos e thirr policinë se rregullojmë këtë punë të mbrapsht me mesnazi. Më thonë ajo nuk po di ç'është do më shku ma me më shef rastin. Rasti kryesor është kur ka thonë hajde në ora 12 e kitë kaqëm, që është ka desh me pa e morë në ora 12 kaqëm, kurse ka ditë asaj ku fuma. Ndërkaq Saranda Keqekolla Sadiku, e cila është avokate e palës së dëmtuar, theksoi se rasti është neglizhuar nga organet e rendit. Nuk jemi të kënaqur nga ana e punës së prokurorisë së shtetit për faktin se prej momentit kur ka ndodhur rasti deri më tani është neglizhu edhe është neglizhu shumë raste, përkundër faktit se ka qenë një rast që i ka të rëndit jo vetëm familjar, po edhe opinionin. Rasti ka ndodhur në dhjetor të 2022-s. 2 vjet më vonë, prokuroria themelore në Pejë ngriti aktakuzë ndaj ginekologut dhe mamis për veprën penale dëmtim i kufomave.